Tash është unboxing I helmetës Nex, modeli është XWST3 0 Pro 0 Carbon. Ja, jekom do vokën. Që është? Shumë e bukur edhe kaq agresive, po. Letë. Fajzorin e ka qëtë. Qëtë më reqidet. Pas ka dhe syzat. Syzat garanti ka qëtë një farpulle. Tash ja zbulojnë këtë. Ku duhet aq të ka. Që. Mos të më shijet ftyra. Nice. Okej, që për karakteristika që ako mund me po dhe me lexu. Kjo është pak a shumë në krahasimet që mund më marrë janë Shoei GT3 edhe Arai Quantico I saj full face-it. Se tilla e ka përparësitë edhe të metat e veta. Para se me provu ka me bo dhe një video që kallëzën ma shumë për të dhe tash përdorimin. Që një sent mire ka që s'ka nevojë helmeta tjera që na prish heke pjesa për me ngjit naj sena ose naj kardo. Këto e ki sistemin gati. Pjesa e ventilimit që të muj me ngjit mountin e kamerës. Që kjo është pjesa mrena materialit. Që kjo është material që është antibakterial. Edhe për djersë, kundër djersës. Tash e shohëm. Çmimi I saj 650 euro. Ka një çmim ka gjatë mirë, por krahasim edhe çfarë review-ja shumë e kom pa për të krahasu me Shoein edhe me Arain, dhe pse ato janë normal të brende, po për brend tani duhesh me pagu për senet njëjta, duhesh me pagu edhe një 400-500 euro më shumë. Punt e xhamit ka pa mirë ka gjatë mirë, ventilim I ki 6 pjesë ventilimit hapësira, ka këtë pjesën këtë të mjekra që me ka ma lajrin, këtë këtu I jeken për mu pastru, edhe na e shumë tani edhe kur të përdorëm në jetën e përditshme se qysh më na duket. Ka certifikim ICE 226, që është certifikimi ma I fundit I saj, edhe tani të shohëm kjo është për momentin. Let's go!